Të ftuarit special në selin kryesore të qeverisë ishin këtë të martë fëmijët e komunitetit të Rom. Ata i priti kryetari i qeverisë Ali Berisha së bashku me bashkëshorten e tij, zonjën Liri Berisha. Si kemi? Si? Mirësada e mirishu. Një takim i ngrohtë, i çiltër, pa doreza, në një ambient të ëmbël që mund ta krijojnë vetëm fëmijët. Duke shprehur kënaqësinë për këtë vizitë, kryeministri nuk kishte se si të shmangte dhe angazhimin publik për politika që janë në shërbim të një jete më të mirë për këtë komunitet me në qendër fëmijët. Ju jeni vizitorët me cilët më të dashur dhe më të bukur me të cilët të mbyll vitin do përpiqemi bashkërisht me prindërit tuaj, bashkërisht me komunitetet tuaja, ta bëjmë gjithnjë e më të mirë jetën tuaj. Si shpërblim për këtë festë të veçantë, fëmijët dhuruan këngë vjersha për kryeministrin dhe bashkëshorten e tij Liri Berisha, e cila nëpërmjet fondacionit që drejton është e angazhuar në projekte të posaçme në ndihmë të fëmijëve rom. Asnjë festë nuk ka kuptim për fëmijët pa dhurata, por secilin prej tyre ishin përgatitur 2 dhurata të posaçme. Menuja e kësaj dite të veçantë festive, për më tepër në selinë e Këshillit të Ministrave, nuk do të kishte kuptim pa pak magji gjithashtu. Është momenti për pak pushim edhe për kryeministrin, që u çudit dhe u kënaq po aq sa dhe fëmijët me numrat e shpejtësisë së prestigjatorit të ftuar.